Kryeministri Edi Rama bën emërimin e rëndësishëm. Këshilli i Ministrave në mbledhjen e radhës në drejtimin e kryeministrit Edi Rama ka emëruar Vilma Guri në postin e drejtoreshes së Departamentit të Administratës Publike. Bëhet fjalë për një pozicion me rëndësi të lartë në vend, të cilin Guri e merr pas një periudhe shërbimi si këshilltare pranë kryeministrit. Vilma Guri do të zëvendësojë në detyrë Enkela Dudushin, e cila do të vijojë të ushtrojë funksione të rëndësishme brenda strukturave të institucionit. Mësohet se kjo lëvizje vjen në një moment kur Bashkimi Evropian dhe partnerët ndërkombëtar kanë udhëzuar për shpejtimin e reformave në administratën publike, për mirësimin e standardeve të transparencës dhe llogaridhënies. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.